Sali Berisha argumentoi pafajësinë e tij në gjykatën e posaçme. Përmes përfaqësuesve të tij ligjor për togat e zeza, ai parashtroi argumentet kundër prokurorisë së posaçme për akuzën e korrupsionit që rëndon ndaj tij për kohën kur ishte kryeministër. 3 janë shtyllat ku e bazojnë avokatët mbrojtjen. Së pari, Berisha nuk mund të vihet në akuzë sipas tyre për një vendim që është kolegjial. Pra një vendim i Këshillit të Ministrave nuk mund të bëjë me faj një kryeministër pasi është i përbashkët, e po ashtu edhe aktet që kanë rrjedhur prej tij nuk janë individuale. Kështu SPAK sipas tyre është në tejkalim kompetencash, sepse nuk mund të vlerësoj bazën ligjore për VKM-t apo politikat që ndjek një qeveri. Këtë e bën vetëm gjykata kushtetuese. Së dyti, në optikën e avokatëve, SPAK e ka pasur qëllim në vetvete të vendosë në akuzë Sali Berishën. Kjo sepse sipas tyre në kërkesë prokuroria fillimisht ka gjetur fajtorin dhe më pas fajin, çka do të thotë se ka dështuar për të provuar shkaktsinë. Sipas Klodiana Gjyzarit dhe Genc Gjokutajt që mbrojnë Sali Berishën, nuk ka ndonjë fakt penal që provon ekzistencën e një marrëveshjeje paraprake mes tij dhe ndërtuesit të vënë në akuzë Fatmir Bektashi për marrjen e një rishfeti. Nuk ka se si klienti i tyre të nxirrte aktet nën ligjore e më pas të privatizonte kompleksin në favor të dhëndrit të tij. Së treti, ndjekja penale ka qenë ndikuar politikisht. Këto pretendime, thon avokatët, mbështeten në deklarata të kryera nga kryeministri Edi Rama, ambasadorja Yuri Kim dhe ish zyrtari amerikan Gabriel Escobar. Në përfundim, mbrojtja kërkoi që të thirret dëshmitar kryeministri aktual i vendit Edi Rama, që asë kohë ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe që sipas tyre firmosi ndryshimin e destinacionit të ish klubit sportiv Partizani. Po ashtu ata kërkojnë dëshminë e oficerit të policisë gjyqësore që ka hetuar dosjen, Besmir Karanja, pasi pretendojnë se është aktivist politik i Partisë Socialiste. Të bashkëpandehur në proces janë dhëndëri i tij Jamar Maltezi, që sipas SPAK është përfituesi nga privatizimi i ish kompleksit sportiv. Fatmir Bektashi që ndërtoi 17 pallate mbi këto troje, Noteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt.